Hajde malo da pričamo o ispovesti, o bivšoj Jugoslaviji. Flasim pak për historinë, për ish Jugosllavinë. Ju keni qenë president i presidencës për një kohë. Si erdhi deri te fundi i regjimit të Slobodan Miloševićit. Shumë njerëz thonë se sidomos ngjarjet në Kosovë, siç janë greva e minatorëve të Trepçës, politika paqësore e presidentit Ibrahim Rugova dhe shfaqja e ushtrisë qlirimtare të Kosovës sollën fundin e tij dhe të Jugosllavisë. Pa onda oslobodilačka vojska Kosova. Je li je to ispovesno tako? Pa znate, ja sam došao na... Unë bëra president i presidencës së Jugosllavisë, atëherë kur në Serbi ishin të qartë që të mos pranohet modeli i konfederatës. Kur shkova në Beograd, me vendim të kuvendit të Kroacisë, unë ju thash, unë jam presidenti fundit i presidencës së Jugosllavisë në këtë model, sepse ky model mund të funksiononte sa Tito ishte gjallë. Pričamo o 90-ih, jesu bili Por kur flasim për vitet e 90-ta, a kanë qenë ato ngjarje në Kosovë, goditja e fundit për regjimin e Miloševićit dhe Jugosllavisë për shkak se serbët atëherë kanë menduar se ajo Jugosllavi në fakt është Serbia e madhe. Velika Srbija. Ja kad sam došao u Beograd, ja sam rekao... E thash unë kur shkova në Beograd, fola atë se unë jam presidenti i fundit, sepse e dija që me atë model, Jugoslavia nuk mund të mbahej. Duhej marrëveshje re politike. Tito shkoi, partia ra, kurse armata kërkonte sponsor. Nga ajo armatë dolën slovenët, kroatët, shqiptarët, boshnjakët, mbeti vetëm armata serbe, dhe ajo nuk mund ta përfaqësonte Jugosllavinë. Kjo ishte një politik plotësisht e huqur e Miloševićit që na ka kushtuar me atë shumë të vrarë të plagosur, pra një politik e gabuar e atij njeriu që e përjetoi shkatrimin e saj. Por të themi kështu, goditjen e fundit, gozhdën e fundit në Arkivol, për këtë e ka dhënë ushtria qlirimtare e Kosovës. Miloševićeva je doživjela svoj slom, ali da tako kažemo, taj završni udarac, taj zadnji ekser koji je udaren, to je UČK udarilo. Sepse pakti i Atlantikut asnjëherë në historinë e tij nuk ka reaguar tek kur u formua ushtria qlirimtare e Kosovës dhe kur u pa që Milošević nuk mund të realizonte qëllimet e tij, vetëm ndërmjet asaj duke shkaktuar edhe më shumë viktima, sepse së pari qëllimi i tij ishte të zgjeronte Serbinë ka perëndimi, por këtë nuk e arriti. Pastaj Kroacia krijoi ushtrinë, njëjtë bën Slovenia dhe Bosnia, kështu që ai kthehet ka Kosova që ta spastrojë atë vend. Ai ka dashur ta përndjek një popull, pra kosovarët. Ky është një popull që është këtu qysh para romakëve. Ata me prejardhje janë ilir, dhe ata dikur kanë jetuar në gjysmën e gadishullit ballkanik. Unë e di që ka një vend mes Kroacisë dhe Italisë, pra është një kanal i quajtur Lim, pra Limes, ku ka qenë kufiri mes ilirëve dhe perandorisë romake. Pra në histori gjithçka është e qartë, vetëm se duhet diçka të mësohet nga historia. Ata për fat të keq nuk kanë mësuar dhe kjo na ka kushtuar shtrenjtë. Na kraju je i Milošević otišao, ali ja upravo tvrdim. Edhe Miloševići shkoi, por unë pikërisht e them, sepse e kam përcjell zhvillimin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, nga fillimi e deri në fund. Ky krijimi i UÇK-s ishte goditja e fundit e politikës së Miloševićit.